nderuar kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Zoti Mendu Thashki, të nderuar anëtarë dhe simpatizantë, të nderuar qytetarë, më lejoni të drejtohem me apelin që të jeni me ne dhe pranë nesh në këto zgjedhje lokale. Vizionit të PDSH-s, përcaktimit të sprovuar të PDSH-s, i duhet mbështetja juaj, i duhet vota juaj, për të krijuar dhe për të kufizuar bashkë me ju të mirët e progresit social, kulturor, politik dhe ekonomik të shqiptarëve në Maqedoni. Dhe në kuadër të kësaj edhe mirëqenien e qytetarëve të komunës së Zhelinës. Për ne që kemi marrë barën e përgjegjësive dhe që pretendojmë këtë detyrë publike, sfidat janë të shumanshme. Unë ju premtoj transparencë, përkushtim, ndershmëri në punën tonë. Këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë për të tashmen dhe për të ardhmen tonë të përbashkët. Prandaj ju ftoj që gjithë secili me ambicjet dhe vlerat e veta t'i bashkangjitët vizionit tonë. Unë besoj në këtë vizion, jam i sigurt në mbështetjen dhe besnikërinë tuaj. Prandaj sinojmë fitore në këtë zgjedhje. Zoti ju beqoft, ju falenderit.